Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë me ju një lajm i cili po bën bujën e madhe në rrjetet sociale. Kënga Haram. Një këngë që erdhi nga Adri dhe Iliriana, dy ish banor të Big Brother VIP Kosovës, u prit me shumë dashuri shkaku sepse protagoniste në këtë këngë ishte Xheneta Fetau dhe nga fansat të cilët janë të zjarrt edhe tashmë janë shndruar në detektiv të gjërave, kapën një moment shumë interesant, teksa Xheneta Fetau po qante mbi maicën apo bluzën e Gjestit. Me njëherë filloi një komentim i madh, filluan mendime të ndryshme, hamendësime të ndryshme, publiku filloi që ta amendzon që është Gjesti pas perdes së bardhë dhe kalon nëpërmjet dritares, domethënë filluan të krijojnë një lloj skenari sikur është një lojë e cila po bëhet për publikun etj, pasi që bazohen tek fakti që Xheneta ishte në ngushëllime tek Gjesti dhe mund të kenë krijuar një raport apo mund të jenë pajtuar me njëri tjetrin. Unë kam qenë kritik i ashpër i kësaj gjëje sepse kam thënë që Gjesti fillimisht njerë nuk është figurant, por ai është artist, është këngëtar. Do me thënë ai bëhet pjesë i videoklipeve të veta, bëhet pjesë e artit të tij, nuk bëhet pjesë e artit të një këngëtari tjetër, me të gjitha respektet. Por tani që kënga arriti të merr të gjithë shikueshmërinë, Xheneta, Adri, Iliriana përdorën mekanizmin më interesant për ta bërë këngën e tyre virale dhe për t'u marrë klikimi aq sa mundet, dhe për këtë gjë i përgëzoj sepse kjo është një zgjuarsi për të arritur në sken. Adri dhe Iliriana dhe Xheneta natën e mbrëmshme kanë qëndruar në live, duke e shijuar famën e arritur, duke e shijuar suksesin e arritur, duke e shijuar dashurinë e madhe që morën nga publiku, një këngë e cila u shndrua në një hit të papar dhe fillimisht ishte Iliriana ajo që zbuloi një të vërtet madhe, edhe pse unë Ilirianën gjithmonë e kam cilësuar si vajzën të sinqertë. Dëgjoni videon se çfarë kanë folur dhe më pas kthehemi dhe e komentojmë sërish. Shumë kohë i ke që thësha Gjinki, na le vetën pak. Ja beja se ka. Po një me njerës ka ka. Larg syve, larg zamrës. O i zamrë kapuqa të gjudik. Dhe jebe farë kapuqa, Allah ide. Gjuna nenë këtë knojna. Po. Realisht ka kaj bërë shumë. Kthejmë në temë serioze se për një me njerës ka kaj. Pasha zotin. Edhe Iliriana ja bëj ki meritoni bëllma. Pra ju e dëgjuat, Xheneta e ka pranuar me të vërtet se ka qarë, do me thënë dhe Iliriana e ka treguar me të vërtet se ka qarë. Mendoj që Xheneta ka ca fluska brënda në bark akoma të pashërueshme, ca dhimbja akoma të pashërueshme që janë duke e ndjekur në rrugtimin e saj të jetës. Tani se do kthehemi në një intervistë në 26 i 10, një intervistë që ka ndodhur në emisionin Trotuar në Top Channel, ka qenë një intervistë me Skype. Xheneta Fetau ka pranuar që është në një lidhje dashurie, që nuk kupton të gjitha këto amendsime, të gjitha këto aludimet, të gjitha këto thashetheme që u folën lart edhe poshtë ishin të gjitha që ranë në ujë, sepse Xheneta e pranoi që është në një lidhje dashurie dhe ajo dhe partneri i saj, do të thënë ekziston videoja, e keni në YouTube, ajo dhe partneri i saj nuk pranoi që gjërat i bëjnë publike, do të thënë ruajnë sekretin e njëri tjetrit. Por në anën tjetër u komentua shumë që Xheneta Fetau është personazhi protagonist që po luan në rolin për klikime. Do me thënë që kënga kapi një marketing të paimagjinuar nga ana e vetë artistëve dhe Xhenetës, sepse jam shumë i bindur që nuk e kanë patur fare këtë mendje, por thash që publiku është shndruar në detektiv dhe po kapën çdo moment, sepse dashuria shumë e madhe për Gjestin, mendoj që e solli situatën deri këtu. Ne do të takojmë sërish së bashku, ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe.